Përshëndetje gjithëve dhe mirë se vini në Tradecast Albania. Ne jemi kanali numër 1 për tregjet financiare në Shqipëri. Bëjmë një podcast një herë në javë dhe diskutojmë në detaje nga ana fundamentale deri te ana teknikale për tregjet financiare. Këtu përfshijmë aksionet, një treg që nuk mbulohet shumë nga shqiptarët e tjerë dhe flasim për kriptot në një mënyrë profesionale, jo vetëm për meme coins dhe fund fare flasim për madhrat dhe valuta, po flasim për Forex-in. Dëtoj që sot është një format pak ndryshe, sepse unë jam me pushime dhe çunat e tjerë, Irdi dhe Kleo, nuk kanë mundësi që t'jenë pjesë e podcastit, njëri ka ditëlindjen, tjetri është pak pa qef, dhe kështu që të bëhet kjo hapja në këtë mënyrë kështu, pastaj pjesa tjetër do incizohet duke bërë unë screen share, duke ndarë unë analizat e mia për tregjet dhe për folur në përgjithësi situatën fundamentale dhe pastaj situatën teknikale të tregjeve si çdo javë. Për ju që është hera parë që jeni pjesë e kanalit, ju ftoj të na bëni subscribe sepse jemi numër 1 dhe jemi të vetmi që bëjmë këtë lloj format të detajum për tregjet financiare çdo javë. Atëherë po fillojmë direkt me analizën dhe diskutojmë disa nga gjërat më të rëndësishme nga aspektet fundamental. Flasim për lajmet, ngjarjet kryesore të javës kaluar dhe çfarë presim ne në javën në vazhdim. Do fillojmë direkt me analizën fundamentale ca ngjarje kryesore që kanë ndodhur javën e kaluar që për mua kanë një impakt të rëndësishëm në ekonominë amerikane por edhe ekonominë globale. Trumpi ka filluar prapë me tarifat. Kjo është një situatë që mund të rifillojë, le të themi, situata me çrregullime në ekonomi të ndryshme botërore, mund të fillojë një situatë që dhe Amerika mund të ketë ndikime si negative dhe pozitive. Kuptohet që ka dhe impakt pozitiv tu sepse mund të sjellë investim nga këto kompanitë që janë të shëndetësia në Amerikë, që të ulin tarifat, ose mund të ketë probleme në anën tjetër që le të themi mund të ketë negociatat të tjera që do ndikojnë të tregjet, por sektori i shëndetësisë mendoj që do ketë probleme dhe mund të jetë një sektor që duhet ta shikojmë me kujdes sepse ka pasur ulje të vazhdueshme për shumë vjet, që ku ka pasur një rritje tregu i përgjithshëm, se zakonisht si sektor është pak defensive do të thotë që mbrojtës, një sektor që shëndetësia asnjëherë nuk do ihi, sepse do ketë njerëz të smur, pak a shumë. Kjo është një nga lajmet kryesore. Shikon këtu që kemi 13% të Singaporit, mund të kenë një impakt shumë të madh te Singapori kjo. Nuk është vetëm Singapori, por kemi dhe pash diçka për Anglinë këtu, më duket, për Britaninë. 100% tarifa në sektorin e ilaçeve që po bën import në Amerikë. Kështu që mund të ketë shumë probleme dhe për BE-n, për mendimin tim, dhe për shumë shtetet e tjera që prodhojnë dhe eksportojnë në Amerikë, sepse është një nga industritë më të mëdha në Amerikë. Kjo është një nga gjërat kryesore dhe duhet ta shikojmë me kujdes javën e vazhdim. Unë personalisht pata një kompani biotech këtu që ka qenë NGN-ja dhe u detyrova ta shisja ose të shisja shumicën e aksioneve javën e kaluar me idenë që të mbroja veten nga këto ngjarje. Po shikoj ca shenja aty dhe e shita. Patëm javën e kaluar ose data, informacion që kanë dalur, statistikë që kanë dalur nga Banka Qendrore Amerikane për PCE data. PCE data ka të bëjë me inflacionin, edhe po dohet zakonisht për mbajtjen e inflacionit në Amerikë. Kjo doli pak a shumë ose doli aty ku parashikoshe, nuk patën ndonjë impakt shumë negativ, biles mendoj që patëm një lëvizje pozitive në tregat të enjtën dhe të premten. Ja ku shikoni këtu
ca lëvizje që kemi pasur pozitive të disa kompani të ndryshme të portfolio im këtu anash, 11%, 4%, 4% Tesla dhe kështu me radhë. Nuk është që shikojnë ndonjë gjë aty që mund ta lunë të tregun, them drejtën, këtë javë. Nuk e prisja që të kishte ndonjë impakt shumë të rëndësishëm në treg dhe them drejtën, nuk është e pash ndonjë ngjarje që do lunte tregun ose do të kishte impakt shumë negativ. I gjë tjetër që e kam mbuluar, besoj që e kam mbuluar këtu te kemi këtu të analizat makro. Kemi këtu të Discordi që kemi me një pagesë shumë të ulët për momentin, që të hynë ka 100 antarë dhe parë. Kemi PCI data dorën 2.9%, priteshin 2.9%, kanë qenë 2.9%, kështu që nuk pati asnjë ndikimi negativ. Kjo që ta shpjegoj unë është pozitive për tregun, por nuk pati ndonjë ndikim javën e kaluar që me vërtet ta shtyn të tregun për lart. Ishte pozitive sepse tregtarët presin, duke qenë kaq të ula PCI data që ka dalur, presin që normat e interesit të ulen edhe muajin tjetër, tetor, nëntor dhe kështu me radhë. E lehtëson tregun nga inflacioni, sepse po që inflacioni është i lartë, mund të friksohet Banka Qendrore Amerikane dhe mos të uli inflacioni. Tjetër këtu që pam price index, që doli pak a shumë po ashtu, edhe kështu me radhë. Nuk është që patëm diçka shumë të papritur. Një gjë që duhet të shtoja këtu është që kjo është mënyra për të mbatur inflacionin kryesore që përdor Banka Qendrore Amerikane, kështu që është i rëndësishëm. Por për mendimin tim priteshe, nuk pati ndonjë impakt shumë negativ. Diçka tjetër pozitive që pam në treg ishte që vazhdon ekonomia amerikane të jetë fort, papunësia është ulur, kërkesat për papunësinë janë ulur, dhe ja ku e keni këtu 218.000, janë ulur nga 231.000 në javën e kaluar, dhe doli themi pozitive kjo, sepse tregon që nuk është që është në një situatë për t'u alarmuar akoma për te nivele punësimit, edhe pse Banka Qendrore Amerikane uli normat e interesit, pak a shumë ka dalur ajo që tha Jerome Powell javën e kaluar, që ishte që nuk është e friksuar nga gjendja e ekonomisë amerikane. Mendojnë që punësimi ka pak ngadalësim në krijimet e punëve të reja, por jo dobësi të madhe dhe nuk është në një nivel të shumë të, le të themi, anormal. Te 4.3% që është papunësia është shumë normal dhe është ndoshta edhe më ulët papunësimi se sa ka qenë historikisht ndonjëherë. Pastaj kemi dhe US GDP për 3 mujoshën e fundit, ndoli te 3.8%, priteshet që të ishte 3.3%. Kjo prap pozitive. Ekonomia amerikane po shtohet, po rritet GDP-ja dhe janë shenja pozitive. Prap te tema ose te pika që mbuloi Jerome Powell javën e kaluar, që ekonomia amerikane qëndron të jetë e fortë, është e qëndrueshme, punësimi është në rregull, thotë ai, dhe kemi pak dobësi dhe ndoshta duhet të ulim normat e interesit. Kemi ulur nga që është ekonomia amerikane stabile. Kjo është diçka pozitive, sepse e mbuluam javën e kaluar. Çfarë mbuluam javën e kaluar? Ka qenë që po që i kemi një ulje të normave ose seri uljesh të normave të interesit që vijnë me radhë, dhe ekonomia nuk ka recesion, kemi rritje diku te 24 muaj dhe aty ndoshta mbaron vala. Unë fola javën e kaluar që jemi në një situatë të ngjashme me 1998 në rritjen e dot-com bubble,
që lidhet pak a shumë me rritjen e AI bubble që kemi në tani. I bin që po patëm dhe 2 vjet të tjera në rritje, edhe po investohet shumë te AI, të patëm një takim Trumpi me që ishin këto kryetarët dhe CEOs të kompanive kryesore të AI-s, për flasim këtu për Meta, që ishe Zuckerberg, flasim këtu për CEO të Nvidias, AMD, këto tjerët, që mblodhen dhe po flisim për energji. Po flisim se si të prodhojnë më shumë energji dhe si të sigurojnë këto kompanisë të AI-s energji në sektorët të ndryshëm, në nuklear më shumë, që të ndihmojnë rritjen e data center. Kjo rritje 2 vjeçare që mund të vi në situatë që Amerika nuk ka recesion dhe normat e interesit ulen, është një situatë që ndihmon tregun e para, por pse ndihmon tregun? Sepse kompanitë që do zhvillojnë AI mund të marrin kapital me çmim të ulët, kompanitë energjetike mund të marrin kapital me çmim të ulët, borxhe me çmim të ulët, kredi nga bankat kryesore, dhe t'i fusin te sektori i energjisë, sektori i data center, sektori i zhvillimit të AI-s, dhe të shikojmë të rritje të jashtëzakonshme në treg. Okej? Që mund t'i bi diku te 40% për gjithë tregun. Kjo është për S&P 500, por për kompanitë të lidhura me AI dhe të këto sektore që unë mbulova, mund kemi rritje ndoshta 2-300%. Kjo është se si po mendoj unë, po lidhet çdo gjë. Po ulen normat e interesit që të çlirohet kapital dhe të investohet në këto sektor që të zhvillohet ekonomia amerikane. Po që ne heqim recesionin nga ekuazioni, nuk kemi fare recesion, atëherë kemi rritje për 2 vjet rresht. Është një gjë shumë pozitive për tregun, dhe duhet përqendroheni jo te kripto, jo te këto sektorët e tjera, përqendroheni te sektori i AI-s dhe te kompanitë që do zhvillojnë AI për mendimin tim, kompanitë që do merren me ndërtimin e data center, kompanitë që do merren me anën le të themi nuclear energy, që ka të bëjë me energji nukleare, kompani që kanë bëjmë me gazin, sepse gazi dhe jetë energjia fillestare që do përdoret, hidrocentralet, shumë sektor të tjerë që do zhvillohen këtu. Okay? Mbajni në vëzhgim, investoni aty, unë të paktën këtë gjë do bëj. Okay. Kjo është situata në përgjithësi, patëm dhe një gjë tjetër që ishte për vizat specialistë që vinë nga shtetet e huaja, ka vënë në detyrim Trumpi që duhet paguajnë $100,000 në vit për çdo vizë nga specialistë internacional, kompanitë kryesore, që t'i shty kompanitë që të marrin dhe të punësojnë shtetas amerikan dhe jo të huaj. Diçka pozitive, por dhe pak negative në anën e ekspertëve. Le të themi që do duhet më shumë ekspert, do duhet më shumë ndoshta pak më shumë kapital nga këto kompanitë kryesore, nga si që po lidhen me AI, do duhet të investojnë pak më shumë kapital te labor, te punësimi. Unë mendoj që mund të ndodhi ndoshta një fenomen tjetër, që në vend të paguajnë $100,000 për paguar vizën e një personi, paguajnë 20 ose 30.000 të çojnë persone që i kanë këtu, që i kanë në Amerikë, që janë shtetës amerikan, që po punësohen nga ato kompani, i paguajnë shkollimin për të bërë master dhe trajnime të avancuar anash gjatë kohës, që mbajnë pozicione në nivele më të ulta, që të trajnojnë personat në një nivel më të lartë. Do ndodhi ndoshta një fenomen tjetër që mund të zhvillohet ky treg në Amerikë me specialistë në fushë të ndryshme, sidomos në teknologjinë, dhe kompanitë ndoshta të investojnë mena kompanisë të vet dhe të marrin stafin dhe ta trajnojnë ndoshta me një kosto më të ulët, duke shpenzuar $20,000 se sa të shpenzojnë $100,000 në vit.
për çdo person që kanë edhe i duhet në staf në një nivel më të lartë. Dhe diçka do ketë dhe pozitive dhe negative të veta, duhet të studiojmë me kujdes dhe kush do ketë impaktin më të madh, do të shikojmë dhe atë pjesë. Gjëja mirë është që nuk do përfshi këtu dhe personat që momentalisht janë me viza pune. Okej, këto janë gjërat kryesore. Javën tjetër kemi disa lajme të tjera ekonomike, po besoj që do t'i mbuloj ato gjatë javës të Telegrami, ose po shitoni të merrni informacione më shumë dhe disa ide gjatë javës për të tregtuar, mund të bëni pjesë e Discordit. Unë ju tregova pak Discordin këtu, ja ku e keni. Kjo është vetëm një chat që unë kam të Discordi që ka të bëjë me, le të themi, analizën makro, kemi dhe analizën e tregjeve në përgjithësi, se si janë çdo ditë që unë e bëj e ndaj me antarët aty. Ka një pagesë shumë të vogël dhe ju sugjeroj që të bëheni pjesë sepse do mësoni diçka më shumë dhe do jeni më të informuar për tregjet financiare. Okej. Dhe linkjet për këto do të janë më poshtë te përshkrimi i videos. Keni linkjet jo vetëm për Discordin dhe Telegramin. Telegrami është fare, Discordi me pagesë shumë të vogël, dhe keni Instagramin dhe TikTokun aty. Pastaj keni dhe kanalin tim personal që unë ndaj analizë një herë në ditë në gjuhën anglisht. Okej. Fillojmë me kripton. Unë e di që shumica e dëgjuesve ton janë për të rus, investitor, tregtar në kripto, dhe kështu që du të mbuloj kripton më shumë dhe t'ju tregoj situatën në kripto që unë kam parë me kohë dhe kam darë me ju. Çfarë po shikojmë këtu? Charti i Bitcoinit, ku jemi? Kemi një kanal në rënje që ka testuar këtu nga poshtë një herë, dy herë, tre herë, edhe një herë, dy herë këtu te ana nga lart. Okej? Që i bin që tani kemi një bull flag në kohën më afantgjate, mund ta heqim te, ja ku e keni bull flagin që po zhvillohet, pak a shumë si bull flagi që u zhvilluar dhe në fillim të vitit deri në mars dhe fillimi i pritit. Okej? Kjo po ndodh te një ditori, du të shikoni situatën me kujdes dhe ju kam thënë në javën e kaluar që apo para 2 javësh besoj tani, që po thyu këtë zonën këtu jemi short. Ja ku kemi pasur support fillestar këtu, kemi thy dhe këtë supportin dhe tani kemi thy dhe vizën e mezit te kanali në rënje. Shumë i rëndësishëm sepse mund të kemi situatë të ngjashme si situata në fillim të vitit që ishte janar deri në fund të marsit. Një gjë që unë shikoj këtu është që duhet të rimarrë zonën e mezit tani ta bëj të rritet, ndoshta ta bëj dhe support dhe pastaj të vazhdoj për lart, për që ne ndum një lëvizje për lart. Por momenti kemi një që u ka thënë 1, 2, 3 ditë që man në këtë vizë të kanalit dhe po më jep shumë shenja që mund të shkojmë të paktën për një double bottom, një retestim të kësaj zone të 107.3.000 dhe pastaj mund të shkojmë dhe më thellë te zona e 100.000 që unë kam pasur synim që në fillim të kësaj rënje këtu dhe këtu. Okej, kjo është situata, nuk shikoj ndonjë gjë tjetër. Okej, mund të filloj për lart, por ka rezistenca, kemi në zonën prap këtu te 111, 113 dhe unë mendoj që edhe po shkoj për lart reziston, shkon a double bottom ose pak më thellë, du të presim. Unë nuk po shikoj ndonjë support serioz te kjo zona këtu, që të kem besim që kjo do vazhdoj për lart. Nuk e shikoj serioz, do të keni shumë kujdes, për mua nuk është supporti i duhur. Tani shikojmë Ethereum. Do t'i mbuloj pak shpejt këto si analiza, sepse nuk du të merremi shumë me analiza teknikale të kripto, sepse kemi mbuluar nga disa herë pak a shumë për njërin formime, por ja ku e keni këtu. Situata ishte që po të thynte 4.400, 4.300 që ishte të hënën javën e kalume, atëherë ne shkojmë short dhe atëherë ka filluar shorti dhe vazhdon të shkoj
ku mendoni prap te zona e kanalit që po zhvillohet, po edhe këtu po zhvillohet një farë kanali. Okay? Nuk është aq i qartë se sa Bitcoini, kemi një zonë tjetër supporti këtu që është supporti 1 është supporti 2 që është pak a shumë te zona e kanalit dhe mund të mbaj. Kemi dhe një support tjetër që kjo duhet të jetë support 3. Okay? Ja ku e kemi. I bin që kjo është double bottom, po që bën kjo do jetë zona double bottom që do bëj Bitcoini, mund të testoj Ethereum këtu dhe këtë zonë tjetër mund të jetë zonë që bën Bitcoini 100.000 dhe Ethereum vjen te 3.200. Këto zonë po shikoj unë për Bitcoin dhe Ethereum dhe do ta lidhje Ethereum me tregun në përgjithësi të altcoins, Bitcoinin pak veç këtu, sepse kemi diskutuar dhe Bitcoin dominancë, që është shumë i rëndësishëm dhe kemi pasur këtë rritje. Unë personalisht kam menduar që Bitcoini do shkonte diku, ose dominanca Bitcoin do shkonte diku te 59 herë dhe pastaj 60 deri te 61. 60-61 na çon te 100.000 Bitcoin ose mund ta marrë te 107, 106, 105 dhe pastaj të uli altcoins më shumë dhe më thellë. Do ta shikojmë, kemi shumë potencial tu sepse ka filluar nga 2 bullish divergence dhe jemi tani në një rritje derisa të bëhet shumë i bler dominanca ose Bitcoinin krahasim me altcoins. Kështu që unë mendoj probabiliteti ano më shumë që do shkojmë dhe më lart te dominanca Bitcoinit. Tjetër nuk po mbuloj këtu sepse këto i lejm për të gjetur momentet e dura, nuk kemi ndonjë ide të re sot që unë mund ta ndaj me ju te kripto, mendoj që jemi short dhe s'du t'jap ide për short sepse janë të rrezikshme. Tani do flasim për tregun e aksioneve, shumë interesant, kjo lidhet edhe me kripton, edhe është më i mirë i ka qenë dhe realisht ja vlen që të kishit investuar në tregun e aksioneve sepse kemi pasur një rritje diku te 30% vetëm për 2 javë kam pasur unë këto 2 javë të fundit te portofoli im. Kemi S&P 500 që vazhdon këtë rritje dhe patëm një farë rezistence te kjo overextension që patëm një zonë që mund të kapte që nga janari një rritje për më lart, një zonë më lart që ishte 6.7.000 rezistencë, në dip po blihet prap dhe kemi potencial që mund të shkojmë deri te 6.900. Okej, vala tjetër. Po që nuk thyet kjo zona. Unë kam një alert e kjo zonë që më po thy kjo zona jemi short për mendimin tim, probabiliteti na sjell që mund të shkojmë deri te 6.200, 6.300. Nasdaqu pati këtë dip dhe bounce, po pak a shumë të njëjtin informim si S&P 500, Nasdaq kap 100 kompanitë më kryesore dhe tani patëm këtë rritje. Vazhdon pak a shumë njëjtin informim për mendimin tim. Russell 2000 që kap këto small caps dhe kjo kapi një çmim historik më të lartë, aty pati dipin dhe tani kemi riblerjen. Kjo lidhet dhe kemi diskutuar disa herë, unë personalisht e kam diskutuar te kanali im anglisht që ja vlen që ta ndiqni dhe të shikoni çdo ditë sepse te analiza ditore që unë bëj mbuloj çdo chart ditë pas dite duke diskutuar situatën, duke kapur e them momentet kyç dhe për ju që jeni fillestar do mësoni shumë aty për analizën e përgjithshme të tregut dhe animet që do marrë tregu. Pastaj se si mund t'i përshfryzoni, e keni në dorë vetë, po që doni shfryzoni pak më mirë, bëni antar të Discordit dhe shfryzoni rastet në një mënyrë perfekte, po që nuk keni mundësi financiare, vazhdoni të shikoni informacionet falas dhe do merrni dhe do mësoni aty. VIX ka qenë kryesore për mua sepse pati këtë rritje dhe e kam thënë te kanali anglisht që presim tani një ulje
mbas dipit të S&P-ja, presim një ullet e VIX-it deri te zona 14 ose edhe nën 14 do ishte perfekte për një lëvizje euforike në treg dhe aty ndoshta do të bazohemi pak që mund na vi javën tjetër një lëvizje euforike. Shkaku nuk e dim akoma, do ta mbulojmë gjatë javës, unë do ta mbuloj te kanali im anglisht. Prandaj po e ripërsëris, shkoni të na ndiqni te kanali anglisht. Ndiqni mua aty, keni te përshkrimin i videos më poshtë kanalin tim personal. Por VIX-i është kryesorja dhe dollari ka qenë kryesorja që ka qenë ndiksi. Patëm dollarin që pati një rritje dhe kjo shkaktoi një ulje të aksionet dhe të kripto dhe kemi një ulje tani të dollarit pak që mund ta vinë deri te kjo zona, mund të bëj support dhe pastaj na bën një ulje pak më thellë S&P-ja dhe Nasdaq-u dhe ndoshta dhe kripto. Kjo është lëvizje që unë shikoj që do ishte diçka me dollarin në rritje. Unë personalisht mendoj që dollari shkon te 99 ose te 100. Është për të parë. Kjo është situata e aksioneve. Unë çfarë kam bler në këto kohë, kam bler asete më të fuqishme me volum më të lartë. Një nga ato ka qenë Intel, që sapo pati blerje nga shteti amerikan dhe pati një ecuri euforike, do t'ju tregoj sa kemi fituar këtu te Inteli, ku kemi kapur diku te kjo zona këtu dhe kemi marr diku te 42% për gati një javë ca. Kemi pasur Teslën që vazhdon këtë rritje. Kemi kapur Teslën që nga kjo zona këtu i erë dhe pastaj një riblerje këtu. Kështu që jemi diku me Teslën. Them drejt ne kemi kapur që nga kjo zona këtu. Kemi 3 tregtime që kemi bërë. 1, 2, 3. Tregtimi i tretë na ka dhënë lëvizje diku te 32% dhe këto tjerë nga 2-3 nga 5. QBTC-ja vazhdon le të themi konsolidimin dhe rritjen dhe kjo. Këta kemi kapur që nga kjo zona këtu 64%, RGTI-ja diku te 70-90%, 90% do të jetë, po, diku te 90%, 70 ishte. Ka shku deri te 108% rritje që në momentin që ne kemi bler dhe këto e kemi me fakt e kemi ndarë të Discordi, antarët aty janë shumë të kënaqur, kemi kapur këto. Te sektori nuklear kemi tregtuar CCI-n që vazhdon konsolidimin, po mendoj që po përgatitet për një lëvizje serioze si sektori në përgjithësi me tregtime si Oklo, që ne kemi pasur për më parë, por nuk e tregtuam në këtë val. Ja ku kemi pasur Oklo në rritje, mendoj që po konsolidohet tregu dhe do vazhdoj për lart Uraniumi. Tjetër që më ka pëlqyer dhe kemi pasur shumë mirë dhe vazhdojmë t'i mbajmë, kemi një rritje të PPTA-ja, që është metalet e çmura, më vazhdon këtë rritjen këtu, dhe doja një ide të re që do ta ndaj me ju, që kam ndarë vetëm te Discordi, te Novice Trader dhe te Discordi i Apprentice Trader që kanë bëjmë me fillestar dhe me ato që janë praktikant. Mendoj që kjo mund të eci, kjo është te nursing homes që kanë bëjmë me le të themi kujdesjen e plejve. Kjo është ka potencial të madh të eci ky sektor, sepse kemi parë disa aksione që kanë dhënë shenja pozitive te skanimi im me strategjin time. Kemi pasur dhe AMD-n si ide që duhet ta shikoni për ndonjë lëvizje mbi këtë zonë për 1-2. Gjithmonë rënd do ta keni parasysh kur tregtoni 1-2, 1-3 duhet. Kemi dhe Sana që e kam darë te Novice Trader në gjatë javës. Ja ku kemi këtu që mund ta thyj këtë zonën dhe të shkoj për më lart 1-3. Kjo na jep një mundësi në 1-2.8 ose po shkoj pak më lart 1-3. Të tjerë që duhet t'i ndaj këtu kemi SMC-in, që edhe kjo mund lidhet me AMD të semiconductors, që tek sektori semiconductors që është Nvidia dhe të tjerët, mund kemi një shpërthim këtu dhe një lëvizje për lart.
Tjetër që dohet të ndaj këtu është BMNR, kjo lidh me kripton, dhe do shikoni diçka interesante këtu. Pse ndonjëherë duhet të investohet të aksione që janë të lidhur me kripton, jo kripton. Një val që mund vite kjo është 135%, sepse kjo ka bërë në qershor diku të 3-400%. Shikoj. 3000% do falni. Më shumë. Dhe kur hecën shumë mirë dhe ju jep ndiku të 80-60. Unë e traktova dhe këte vale këtu mora ndiku të 30% dhe po përkapem një val të mirë mbas këtij shtrëngimit mund na japi diku të 100% të tjera në rritje. Kemi dhe Coinbase dhe MSTR që mund të bëjnë në temë një lëvizje për lart. I pata në portfolion tim për i shita përpara se pati shitje tregu i kriptos dhe ja ku jemi. Po kjo është një sektor që duhet të shikojmë me kujdes dhe duhet të gjejmë kohën e dur të lidhur me kripton. Të tjera kemi dhe armatimin, sektorin e armatimit, aviacionit dhe armatimit që është Archer për mendimin tim që është shumë mirë, dhe kemi Adobe që për mendimin tim është konsolidim perfekt, po do pak kohë që të bëhen gati dhe të pëlqejet nga tregtarët e tjerë. Këto janë analizat e mia për aksionet. Tani do t'ju jap pak të madhrat kryesor. Këtu do flasim për floririn, naftën, gazin natural dhe pastaj do ta mbyllim me kaq për sot. Ja ku e keni floririn në rritje, vazhdon të kapi këtë zonë që unë kam përcaktuar këtu. Unë mendoj që kjo do vi me val, por duhet të bëj një ulje të drejtën floriri, ndoshta te zona 3500-3600. Nafta ka filluar tani një cikël të ri nafta për rritje njëkohësisht dhe gazi natural që unë e kam përmendur javën e kaluar, më duket 2 javë rresht dhe te kanali im i YouTube-it personal kam përmendur aty që gazi natural duhet ta marrni në veshgim sepse është sezonaliteti i gazit që hyn në shtator, tetor, ftohet koha, ka kërkesë më të madhe dhe e dyta hyn dhe probabiliteti me strategjinë time për të lëvizur për lart të paktën 40%. Ka lëvizur 10% të premten dhe nafta diku te 10%. Gazi natural do lëvizi jo vetëm për atë arsye që përmendet sezonaliteti, por është një nga zgjidhjet për problemet e prodhimit të energjisë që të furnizoj këto data center për AI, për inteligjencën artificiale. Është një nga burimet natyrore që ka të mjaftueshëm dhe është i lirë dhe mund të ndihmoj sektorin e zhvillimit të inteligjencës artificiale. Okej? Prandaj mund të ketë një rritje më të madhe se sa 40% që unë kam parashikuar këtu. Do shikoni dhe do ta studioni me kujdes. Këto janë tregjet kryesore. Unë po e mbyll me kaq për sot. Ju ftoj që të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube-it, në Tradecast. Në çdo javë do bëjmë një podcast dhe do t'ju informojmë për tregje financiare në këtë mënyrë. Por po ju doni të jeni informuar gjatë javës, unë kam i Telegram falas, është komplet falas, nuk kërkojmë asnjë pagese për Telegramin. Shkoni aty, kemi 1300 anëtar, bëni pjesë, linkun e keni më poshtë te përshkrimi. Pastaj, për ju që jeni të interesuar për të marrë më shumë informacione, për të shikuar ca nga idetë e mia gjatë javës, për të tregtuar ndonjë ide që unë ndaj te Discordi, më shkoni te Discordi, keni me çmim të ulët, për 100 anëtarët e parë kam bërë me vetëm 5 pound në muaj, dhe pastaj çmimi do rritet, do bëhet më i lartë sepse do hapet për tregun global. Për shqiptarët kam bërë një ulje dhe mund shkoni aty të bëni pjesë. Kaq do toja. Më ndiqni edhe te YouTube-i personal sepse bëj një analizë në ditë për çdo treg financiar dhe mbulojmë lajme të ndryshme të asaj dite dhe parashikimet e mia. Atëherë kaq ishte për sot. Faleminderit shumë që keni qëndruar deri këtu dhe shihemi javës tjetër.